إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti, falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt, përveç Allah dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Historia e Musa alayhis salam është një ndër historitë më të gjera dhe më të përshkruara në Kur'an. Allahu i përmendi shumë pejgamberët e Allahut, historitë e tyre, jetëshkrimet e tyre, vuajtjet e tyre, po historia e Musait alayhis salam është përmend në disa vende në Kur'an, në shumë sure e në shumë ajete. Historia e tij është një histori me të vërtetë që njeriu duhet që të dalet shpesh edhe ta mediton. Ka qenë pejgamber i madh në mesin e 5 pejgamberëve më të mëdhenj. Allah Zogjel i ka fol, po ashtu Musa alayhis salam ka qenë te një ummet i madh dhe vuajtjet e tij, vështirësitë e tij, jeta e tij, qysh prej para lindjes, pastaj lindja e tij, pastaj qëndrimi i tij te pallati i Firaunit, emigrimi i tij, shkuarja me gjën, pastaj sërish kthimi i tij në Egjipt, pastaj nisja prej Egjiptit, gjitha këto janë mësimrat vetvete. Unë do të mundona inshallah me lenin Allahut shkurtimisht të nxjerrë disa dobi prej historisë Musës alayhis salam. Nuk do të flas për historinë e tij, ajo do jetë kalim ti, qëllimi im do të jetë çka mund që të përfitojmë prej historisë Musait alayhis salam. Do të jetë disa hutbe me rënd, me qëllim ta shohim se çfarë ka ndodhur realisht, çka mund ne të përfitojmë në përditshmërinë tonë. Realisht historitë e pejgamberëve të Allahut nuk janë thjesht për mu dëgju dhe me zonë gjumi. Janë të mira për veshjen, janë të këndshme për zemrën, mirë po megjithatë në tokë ka shumë dobi dhe qëllimi është të mësohet se si ka qenë jeta e tyre, si ka qenë përfundimi i zullumçarëve dhe si ka qenë përfundimi i punëmirëve. Çështja e parë. Njeriu nëse është fetar, i kapur për fenë Allahut dhe i respekton ligjet e Allahut, i largohet ndarjesave të Allahut, s'ka dyshim Allah do të jetë me të. Kjo është premtimi i Allahut azza xhel. Allah nuk e thyen premtimin e tij. Nana e Musait alayhis salam. Kur e kuptoi se Firauni do e vrasë, do e mbysë çdo fëmijë i cili do jetë moshkull. Ajo lindi fëmijë gjallë, e dinte se fëmia i tij do mbytet. Mirë po Allah azza xhel e frymëzoi që ta kuptojë mirë se Allahu do ta ruajë vladin tënd. Edhe kur vjen koha ti për me hedhën lum, hedhë mos u mërzit, sepse ne do ta kthejmë atë. Ky premtim i Allahut është premtim i madh. Po duhesh me pas bajgë edhe imanin që me kuptu edhe me qenë i bindshëm në atë që e ka thënë Allahu Zogjel. Nana e Musait ishte fetare e ndershme, Allahu e ruajti atë, i ruajti fenë asaj, i ruajti evladin, edhe i bëri pejgamber të Allahut. Kështu është raporti i robit me Zotin. Nëse është i tillë, me lenë Allahut, Allah Zogjel do e ruaj dhe do japi mirësi. A do vuaj pa çetër ka për me pas përjetime ndryshme gjatë jetës. Mirë po megjithatë esenca është se ai do jetë i mbrojtur me lenë Allahut. Kush e ruan Allahun, Allahu do ta ruajë atë. Nona e Musait alayhis salam, edhe pse Allah Zogjel i premtoi, megjithatë i mori sebepet. Premtimi i Allahut është premtim që nuk thyet. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah thot ju rrezikun e keni në qiell, mirë. Tasha nuk kupton kjo që ti rrezikun e ke në qiell edhe shtriu në xhami tan ditë dhe mos puno? Jo. Kjo do thot që ti rrezikun e ke caktuar për ata mos u mërzit. Mirë, po ti nuk e di, se ti realisht nuk e shef kaderin me sy në atë aspekt, nuk e ke po të shkruajtur dikun pe di se kur sa ka metal, jo. Ti e ke caktuar. Kjo nuk kupton që ti duhesh me pas bindjen e plotë që ka për metal, po edhe dyta duhesh me marr sebepat pa tjetër. Pa tjetër dushim marrë sebep. Marrja e sebepeve është obligim. Tevekulja dhe marrja e sebepeve janë obligim dhe nuk e mohon njëra me tjetrën. Tevekul do thotë ti mbështetesh Allahut plotësisht, na që ka premtu, dhe dyta pa tjetër duhesh për me marrë sebepat. Nana e Musait, kur e dinte që biri i saj ka mundësi për me ndru jetë, çka bëri? E mori me një sanduk edhe e futi do thotë brenda, edhe e hedhin lum. Është bajgi guximi i madh shumë që e ka bënë. Mirë po megjithatë e dinte që është premtimi i Allahut. Ju mbështet plotësisht Allahut, edhe i mori sebepet. Kështu duhet që qetë muslimani. Muslimani edhe i mbështetet Allahut, po edhe i merr sebepet. Nëse ka nevojë diçka për me arrit, i mbështetet Allahut, e lut Allahun, kërkon mbrojtje prej Allahut, kërkon ndihmë,
po megjithatë edhe plus asaj i merr sebepët me qëllim për me arritën deri te ajo që do për me arrit. E në fund, rezultati kanë varet prej Allahut. Allahu e di çka është më e mira për robin, edhe atë jep robin e vet. Robi është i kënaqur me atë që vjen në fund, sepse realisht nuk e di se cila është më e mira, Allahu vendos për te. Imani shtohet edhe paksohet. Imani shtohet edhe paksohet. Ky është besimi e ehlusunetit. Nuk ka mundësi imani me qëndru konstant. Nëse qëndron imani me një vend, kjo nuk kupton që dëmin që ti e ban, haramin, zullumin, gjunohun, nuk e prek imanin tani, imani jot jetë i plot, si ti si Ebu Bekri, një qeni. Ti shkon banzino, Ebu Bekri ta njëtën ashrujt, ti edhe jeni të njëjtë. Ose dikush një gjunaqar shkon ban gjunoj shumë, ti ruësh e fal namazin, mundohesh me ardh në xhami, me fal me xhamat, me kujdes, me shtu imanin, me kultivo imanin, me gjithat jeni të barbart, jo. Sa më shumë që punon, aq më shumë shtohet imani. Sa më shumë që bën gjunoj, aq më shumë paksohet imani. Allah Azza wa Jall tha: "Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga." Zemra e nonës Musait mbeti bosh, nuk i interesonte asgjë nga dunjaja, përveç se biri vet Musa alayhis salam. In kadat la tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Tha ne sikur se mos t'ia përforconin asoj zemrën, ajo kishte për pak me shpalot çështjen e Musa alayhis salam. Po ne ja përforcuam zemrën, çka ndodhi atëherë? Ju shtua imani, ju shtua bindja. Kur shtohet bindja, shtohet imani, normalisht, shtohet udhëzimi, shtohen gjitha njëra me tjetrën, lidhen. E kjo nën kupton se imani shtohet edhe paksohet. Po ashtu, premtimi i Allahut është i vërtet, nuk thyet. Allah zogja kur premton diçka, s'ka mundësi krijuesi me të premtu diçka dhe me thy. Asesi. Mirë, po është problemi te robi i cili nuk ka sabër me bë për me prit një rezultat që Allah zogja ta ka premtuar. Ka mundësi për me vujtë dhe ka mundësi me kaluna për shumë therra, mirë po me gjithat fundit do qëti mirë me lejnë Allahut. A i premtoj, Allah do thot, i premtoj nonës Musait se fëmia jo do qëtë tamam, shëndoshe mirë dhe do të kthehet. Mere edhe në lumë, pavarësisht krejt aso që ka të ndodhin, fund do të vijet, e tjela ashtë të ndodhin. E hedhin lumë, e gjeti gruaja Firaunit, e mori në pallat, nuk kishte kush mi dhon gjë, pa që të duhet me gjithë një grua se nuk pranon të fëmija me thith prej askujt, përveç se për një grua e cili realisht ishte nona e vetë. Edhe kështu që ndroi te nona e vetë. Allahu ja ktheu. Premtimi i Allahut u realizu. Premtimi i Allahut i realizohet. Çdo premtim që Allahu ta ka premtuar dije se s'ka mundësi që thyet premtimi i Allahut azza wa jall. Kush e pohon gjunohun e tij, edhe kërkon falje, Allahu do t'ja falë atij. Musa alayhis salam pasi që u rrit, edhe pastaj që ndroi në pallatin e Firaunit pas një periudhe, ndodhi një problem e pa një person i cili ishte prej popullit Firaunit dhe popullit tij. Ishin duke diskutuar e Musa dëshiroi që t'i ndaje mos ndodhet deri te problemi mirë, po Musa ishte i madh. Edhe Musa ishte i fuqishëm dhe deshi që ta largoje me boksin e tij, me grushtin e tij atë person, kaderi Allahut që personi të ndroi jetë. Musa nuk e mbyti. Pejgamberi Allahut që të mbrojtën nga gjunat e mëdha. Musa alayhis salam nuk e mbyti. Po normalisht sytë e njerëzve u duk që ai ishte fajtori. Atëherë u ngrit krejt ushtria që të marrin ta zën, edhe ta marrin, edhe ta deportojnë ose ta burgosin. Musa alayhis salam hiku. Po çka ndodha e neve që na intereson këtë pikë? Çështja është se Musa alayhis salam pranoi, tha edhe pse nuk e ka bë gjunohun me qëllim. Tha o Zot, Allah subhanahu përshkroi rastin e tij, qala hadha min amali shejtan innahu aduwwun mubinun mudhil. Musa alayhis salam tha që shejtani me të vërtetë është armik i njeriut. Innehu aduwwun mudhillun mubin. Se shejtani është me të vërtetë i cili devion njeriun, dhe është armik i qartë. Pastaj çka tha Musa alayhis salam? Qala rabbi inni zalamtu nafsi. O Zot, unë i bëra zullum vetes time, faghfirli faghfara la. Më fal gjunohun, Allahu ja fali atij. Ai i cili e pohon, e pranon gjunohun e tij, pastaj kërkon falje, Allahu do t'ja falë atij. Kjo është rregull, kjo është premtim i Allahut azza wa jall. Njeriu duhet të pas kujdes që mos pëlqen për krahas ndihmës i zullumçarit. Për shkak se neve Allahu azza wa jall thot ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Thot bashkëpunonin bamirësi, edhe në punë të mirë, edhe mos bashkëpunonin shturje në krim, edhe në gjuna. Musa alayhis salam ka pas mundësi për me bashkëpunu me zullumçarin. Ka qenë pallatin e Firaunit, arrit, gruaja e Firaunit e ka rrit. Megjithatë nuk ka qëndru. Musa alayhis salam çfarë tha?
Rabbi bima an'amta alayya, o Zot më ke dhënë shumë të mira. Falan akuna dhahiran lil mujrimin, për shkak shumë të mirave që më ke dhënë dhe shumë mirësive që më ke bë, unë nuk do të jem kurr për krahas i atij që është zullumçar. Asnjëherë kurr. Ndoshta ke interes dunjos. Mirë, po interesi i dunjos përfundon, po dhe atë nuk keme pas bereqet. E prandaj nëse e përkrahet çdo herë të vërtetën, mos e përkrah zullumin. Pavarësisht se të qosh, pavarësisht se të mashtron, pavarësisht se është mbyqe fëmia yt, gruaja, prindi, shoku, kushdo, e vërteta mbetet çdo herë e vërtet, kurse e kota mbetet çdo herë e kot. Ka mundësi ti me përkrah, po megjithatë në fund do dështosh edhe ti dhe gjithë ata që janë me ty, për shkak se kështu është ligji i Allahut. E besimtari me ngjepret e përkrah të vërtetën pavarësisht individit. E Musa alayhis salam ka pas interes, ka mund me qudrum pa Allah mos e pas probleme hiç, po megjithatë e zgjodhi të kundërtën, e zgjodhi drejtsinë. Edhe tha Zotun nuk e përkrahi zullumçarin, se Firauni me vërtet ishte zullumçar shumë i madh. Njeriu nuk akuzohet për frikën e cila është frikë natyrshme. Njeriu e ka të natyrshme një lloj frike, nëse del përpara një luan, a ik, padyshim që ik, nuk ka shpejt trimnismi qëndru përpara se të ha. E që nëse je që si burri ta merr me njerëri, a mos ka mundsi, kjo është frikë natyrshme. Nona mësoj ta shfrigu për birin e vet. Edhe shumë normale që baba ose nona të frigohet për evladin, është frikë natyrshme. Edhe kur është frigu, është mërzit, është shqetësu. Edhe njeriu kur frigohet, kur shqetësohet, atëherë ka gale, ka breng. Kjo frikë nuk është frikë diçka që dikush me thonë që ajo ka qenë pa guximshme. Jo, përkundrazi. Është frikë natyrshme që njeriu e ka në shpirtin e tij. Ajo jo normale, është njeriu mu frigu për dekmit, si dekmi nuk quhet. Edhe kur e shef njeri xhenozën mututën, çat shumë mutut më u bë kompleks edhe më ndu që ai ka me livrit, ose ai ka mu qu, ose ai ka me të bot dëm, ose ka me të bot dobi, kjo nuk është natyrshme. Normalisht ai njeri ka vdek mo. A ka mundsi me të bot dëm jo? E shikon mundsi dikush me shku te vorri mi thon atina, mi thon o ti, shajim mrena më kujton mos u ban dëm ose banëm dobi. Logjikisht kjo është e papranueshme. Mirë, po te disa njerëz kjo funksionon. Shkon ai ndoshta është në xhenem, ndoshta atje mrena kallët, Allahu e di. Aty shkon pe atin e kërkon ndihmë të mendu se ai është një prej evlijave. Sikur se bën do thot një grup do thot prej njerëzve. Po ashtu duaja i bën besimtarit dobi, në siguri, në vështirësi, në paqe, në kohë krizesh, kohë fitnesh. Pse se realisht duaja është arma më e fortë e besimtarit. Musa alayhis salam e përdori këtë armë. Njeriu kur shikoni, ka mundësi me zon, me të burgos, me të lidh durt, me ta mbyll gojën, po zemrën s'kan mundësi me ta mbyll. Duaja buron prej zemrës. Allah e di brendësinë. Musa alayhis salam nuk e ka pas këtë gjendje që të mbyllë çdo send, mirë po e ka pas vështirë se e kanë bllokuar gjitha rrugët, edhe Musa është dash patjetër me dal prej Egjiptit për me shku për Medjen, me një qytet tjetër. Kur është nis, ka thonë Rabbi najjini min al-qawmi zalimin. O Zot, më shpëton nga populli zullumçar. Edhe Allah u shpëtoi. Kur shkoi për Medjen nuk e dinte rrugën, s'dite kanë që mos se s'ka pas shenja. Atëherë tha asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Ta shpresoj që Allahu të më udhëzojë në rrugën e kahën e drejtë. Edhe ashtu ndodhi. Me të vërtetë Allahu subhanahu i ndihmoi. Prandaj tha pejgamberi tha që duaja bën dobi për atë që ka zbrit dhe për atë që nuk ka zbrit. Do thot për musibetet që kanë ardhur, për nëse do për mu largu duaja është ilaçi. Nëse do për me të mbrojtë që mos me zbrit ose me ardh më pak, atëherë bën dua. Tha prandaj o jo robërit e Allahut kaponi për dua. Musa alayhis salam kur shkoi në Medjen, kur arriti atje e pa që është largu prej Egjiptit, atëherë ushtrini dhe tha Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, tha çka do që ti më jep prej të mirave, un kam nevojë për to. Qëllimi ishte se donte edhe njëri mu martu. Për shkak se ishte edhe vet donte me kriju familjen. E thoshte o Zot, çka do që më jep, un jam i kënaqur me atë. Un jam i kënaqur. Edhe kështu duhet me qenë besimtari, i kënaqur me çdo sen që Allah subhanahu ja jep. Lut Allahun që na bën prej tyre wa kullu qawli Allah wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Musa alayhis salam kur shkoi në Medjen, për ata që e din historinë, e din qartë se çka po duam të thonë, ata që nuk e din inshallah, shpresoj që të mbeten si informacion kur ta lexojnë historinë do të jetë më e qartë. Kur shkoi Musa në Medjen,
Kur hyrin brenda i pa disa persona që mbushnin ujë me kafshët e tyre. Anash i pa dy vajza treja të cilat prisnin rënd për me mbush. Mirë, po nuk përzishin me burra. Kjo e tregon do të thot edukatën edhe turpin që e kanë pas. Kanë qëndru anash kur i ka pa Musa a.s. i ka keq, edhe i ka pyet se çka është puna juve, i kanë thonë se ne babën e kemi plak. S'ka mundësi për norë me mbushje, na duhet patjetër, po tash let mbushjen ata e na në fund. Masi të shkojnë krejt, një edukat që përpara e kanë pas besimtarët mesin tonë. Pasi që ndodh, që Musa a.s. mbush për to, shkojnë të shtëpi, tregojnë babës vet, baba vet e çon njërin prej vajzave të tij që ta thirrë Musa a.s. E fton me qëllim që ta shpërblej. Vjen ajo vajza, vjen edhe i thot prej larg, i thot baba më ka dërgu për me thirr, për me shpërbly. Nuk i thot unë për thras, po baba. Baba ka thonë për thërret me shku edhe me shpërbly. Thuhet, kur ka hec, Musa ka hec përpara, ajo ka hec mbas. Rrugën se ka tregu, thuhet me guralec. Kur as dosh me shku nonën e gjatë, ja ka gjujt guri nonën e gjatë. Kur as dosh me shku nonën e majt, ja ka gjujt guri nonën e majt. Edhe ka hec, ka shku deri sa ka mbrite prindit e plaku. Kjo të regon do të thotë se prej islamit është turpi edhe edepi. Nëse ke edep, ke turp, ke iman. Nëse si ke këto dyja, imani jot është i mangët. Patjetër, islami nxit në edukat, nxit virtytet larta, nuk nxit në vese. Vese mundet me nxit shejtani, po, ama Allah zogjel jo. Allah nxit në vlera edhe në virtytet larta. Po ashtu, prej virtyteve të larta që islami nxitet, ka mundësi që të përfitohet prej rastit, është sjellja e mirë me punëtorin. Ky person, ky plak ja propozon një çështje Musës a.s. I thot unë po ta jap vajzën, njërën vajzë, mirë po me kusht. 8 vite me qenë shërbimin tim, për shkak se jam plak. Nëse do mi shto edhe 2, kjo është prej teje. 8, patjetër, është mehri i saj. Nëse do me martu mehri i saj, është 8 vite shërbim. Me qenë me ta thjesht, me qenë patroni i shtëpisë, për shkak se ai plak. Musa pranon, edhe i plotson se s'ka mundësi pejgamberi Allahut mos i plotsu ato. Thonë ulemat, i ka plotsu, i ka bot 10. Pas 10 viteve, pastaj largohet për Medjenit, edhe niset për në Egjipt, bot pejgamber. Kryesorja 8 vite, edhe 2 bën 10. Këto premtime që ja dha Musa a.s. i realizoi. Mirë po, thuhet se ka pas një Shuajb i plak, e respektonte shumë. Edhe kujdeset për ta si punëtor. Kjo tregon se muslimani duhet me pas kujdes ndaj punëtorit. Punëtori nuk është sklav. Punëtori ka drejtat e veta, edhe drejtat duhet që të respektohen. Prandaj i kena për shtete sindikatat e punëtorëve, ku diun çka pse, për shkak që mos të hihet në hak punëtori, se punëtori pa punëtor ti realisht nuk mundesh me punu. As firma jote nuk mundet me ekzistu. Se pa punëtor ti vetëm punon, çashtu e ke punën patjetër me punëtor. Nëse kujdesesh për punëtorin, edhe je i sinqert, i drejt, korrekt, i but, i sjellshëm me ta, me lejen e Allahut, Allah ka me dhënë bereqet. Punëtorit bën patrisi, problemi atina. Aje merr gjunon për Zotit vet. Ama ti kujdesu që me punëtori mos jell mirë. Prandaj çka tha ky burr? Tha, "Wa ma uridu an ashqa alayk." Unë nuk po du me ta vështirësoj gjendjen. Se ti 8 vite nuk janë pak, janë shumë, po edhe 2 nëse do është prej teje. Unë kam më konë burri mirë me ti, unë kam mos sjell mirë me ti, tha se te që duni insha Allahu min salihin, ta keme më gjeta një burri i cili do të sillet mirë me ty. Edhe ashtu ndodhi. Ka qenë burri mirë, ka qenë burri ndershëm, pa Allah zogjel ja mundsoi me martu vajzën e vet, ky pejgamberi i Allahut zogjel, burri i madh. E normalisht që jo çdo kujt Allah zogjel ja mundson kat. Po ashtu, prej dobive është se lejohet dikush m'ia ofru vajzën e tij ose motrën e tij një personi i cili është i ndershëm e shef sytë e tij, që është i ndershëm për martesë, nuk është marrë. Marrë është diçka tjetër. Mirë, po mi thon dikujt apo marton motrën time ose vajzën time o ti filan se po të shoh se kanë që djalë i mirë. Po të shoh se kanë shefetar, familje e mirë, i ndershëm, i moralshëm, mos vjen e marrë. Për shkak se ky ja ofroi vet vajzën e vet. Fetarisht lejohet, nuk ka problem me lenë Allahut. Nëse do dikush për të martuar motrën tonë ose vajzën tonë, lirisht thuj, mos vjen e marrë, diskuton me ta, fol me ta. Nuk ka turp me fol me dhëndrin ose me fol me atë person që do për m'ia prezantuar dhe me pa do thotë me pa vajza jote edhe me dal pastaj shikon janë me qetrin, nëse pëlqen vetën, nëse pajtohen tamam. Mi po esenca është që lejohet ti me marr do thotë këtë hap
me lejen e Allahut azza wa jall. Për shkak se ky burr i tha inni uridu an unkihake ihda ibnatay hatayn. Tha unë dëshiroj që prej këtyre dy vajzave ta martosh njërin. Edhe ashtu ndodhi e martoi, do thot vajzën e tij. Allahu azza wa jall kur e zgjedh dikë për pejgamber. Jo që e ka merituar. Sa do i mirë me qenë. Po kjo është zgjedhje ekskluzive e Allahut për robën e tij. Allahu e zgjedh atë që do të bëhet pejgamber. Pejgamberi nuk ka përfunduar, nuk ka më pejgamber, nuk vjen më pas pejgamberit Allahut. Po deri atëherë, Allahu i ka zgjedh ata burrat që janë pejgamber. E Allahu i ka ruajt prej fillimit, nuk kanë rënë gjunat mëdha për shkak se pejgamberët e Allahut janë të mbrojtur nga gjunat e mëdha. A ka mundësi me ndodh gjunat vogla? Po. Ka mundësi. Për shkak se ata kanë qenë njerëz artallë se kanë ditën përveç se Allahu që ka mësuar. Mirë po kanë qenë pejgamberët e Allahut azza wa jall. Kanë qenë mbrojtur te pejgamberi Allahu. Po, s'ka dyshim aty. S'ka pas mundësi diçka mu prek. Mirë po te gjunat e mëdha kanë qenë mbrojtur, te gjunat e vogla ka pas mundësi me ndodh diçka prej tyre. Po ashtu prej dobive është krejt pejgamberët e Allahut që kanë ardhur. Prej te i pari deri te i fundit kanë pas 3 sene të barabarta. Por bashkë e para ka qenë thirrjen tauhid, njësimin e Allahut azza wa jall. Krejt pejgamberët që kanë ardhur kanë thonën adhuroni o popullim Allahun. Se Allah është Zoti i vetëm. Adhuroni atë. Kjo është e para. E dyta, kanë thënë vepra të mira, dhe të largohen nga gjunat. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allahu ka thonë, Allahu ju urdhëron që të jeni drejt, thirrni vepra të mira, bamirësi, mirësi, të largohuni nga gjunat, nga shturja dhe po ashtu nga padrejësitë. Edhe e treta, çdo pejgamber Allahut i ka thirr njerëzit në fe dhe mendjes së tyre që ta kujtojnë ahiretin, se ka xhenem dhe do japin llogari për veprat e tyre. Nuk ka pejgamber i cili nuk i ka përmendur këto. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala inni akhafu aleikum adhab yawmin adhim, njëri për pejgamberëve ka thonë unë kam frikë për juve dënimi që do të vijë, dënimi i madh. Këto pejgamberët e Allahut, këto 3 pika kanë qenë do thot barabart. Po shoqëria e mirë është një prej arsyeve që përfitojmë nga historia e mësoj që njeriu të ketë krah. Nuk ka më mirë se sa shoku i mirë. Shoku i mirë, fetar, i drejtë, është krahu më i mirë i jot për xhenet. Prandaj Musa alayhis salam kërkonte krah. Krah më të mirë se vllai s'ka. Vllai nonës edhe i babës. Edhe tha Musa alayhis salam: "Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira." O Zot, më jep një ndihmës, një krah. Vllavi im është Haruni, ai mundet me qenë krahu i mirë, bane krahu i mirë, që bashkë pjesëmarrës me mua gjitha ato gjërat vështira që do të vinë me qëllim që të lavdërojmë, e të lartësojmë, e të falim namaz, e kështu me radhë, për shkak se ti o Zot, ti e di më mirë gjendjen tonë. Nëse personi e lip dikan, le të kërkojë dikaj i cili është fetar. Shoqëria e mirë është krah. Dhe pika e fundit për sot, me lenin Allahut është butësia, urtësia. Shikoni Musa alayhis salam, ka qenë i vrasht, ka qenë i madh, jo i vrasht për atë aspekt, do ka qenë i madh, me trup madh dhe njerëzit kanë pas frikë prej atij shkoku i trupit pamjes tij, po ka qenë i butë në zemër realisht. Firauni ka qenë zullumçar. Allahu kur e dërgon atë dhe Harunin çfarë i thot? Idhhaba ila Firaun innahu tagha. Ta shkoni ti Firauni sepse me vërtet Firauni e ka tepru. Fekula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Edhe folni ati but, mos i folni ashpër. Ndoshta zemra e tij do të lëkundet edhe do të ndryshojë. Shikoni, Firaunit, zullumçarit më të madh. Po çka mi bona me njerëz që janë shumë të vogli, zullum. Pse? Ku? Andej. Na arabë vëllai po ton kanal. But, zemra përfitohet me butësi, nuk përfitohet me ashpërsi. Këto ishin shkurtimisht për sot, disa prej dobive që nxjerrim nga historia e Musës alayhis salam. Elusa Allahun që Allah subhanahu na vëdison, edhe na forcon të elusa Allah na mëshiron neve dhe çdo musliman të gjallë të vdekur. Wa qulu qawli astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Baqim salam.